Pasi konfirmoi atësinë, Elon Musk kërkon kujdestarinë e djalit të tij, miliarderi drejt procesit gjyqësor me ish-partneren. Elon Musk pritet të nisë një proces ligjor për të marrë kujdestarinë plot të djalit të tij 1 vjeçar, Romulus, nga marrëdhënia me influenceren Ashley Clare. Burimet pranë sipërmarrësit bëjnë me dije se ajo lëvizje lidhet me shqetësime serioze për ambientin ku po rritet fëmia. Sipas raportimeve, Musk ka shprehur rezerva lidhur me qëndrimet publike dhe deklaratat e nënës së fëmijës në rrjetet sociale, të cilat sipas tij mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin dhe sigurinë e të miturit. Nga ana tjetër, Ashley Clare ka reaguar më herët duke pranuar se disa nga komentet e saj kanë shkaktuar reagime të forta, duke kërkuar ndjes publike dhe duke theksuar se është një proces reflektimi dhe ndryshimi. Atësia e fëmijës u konfirmua përmes analizave gjenetike pas dyshimeve fillestare të Musk. Pas konfirmimit, ai ka marrë përgjegjësinë prindërore duke ofruar mbështetje financiare të konsiderueshme.